vazhdojmë qëndrojmë tek temat të cilën e përmenda pak më parë, do të ndalemi tek inteligjenca artificiale. Ashtu si që për e lemrova, Ermand Mërtënika është inxhinier biomjekësor dhe shumë i zëshëm sa i përket këtyre çështjeve. Besoj që shumë shpesh e keni parë nëpër media duke qenë këtu për të na informuar sakt, sepse kjo zhvillimi i hatashëm i inteligjencës artificiale shpesh besoj që kthehet në një keq informim nga ne të cilët është një gjë e re ose nuk jemi te asaj sfere. Ne e kemi atë tashmë në një linjë direkte nga pamundësia për të pasur këtë rreth në studio, dhe nga gjitha angazhimet të cilet ka pasur, sapo ka përfunduar obligime editore në punë ka përshtypjen dhe ka gjetur një vend të qetë. Ermand, përshëndetje nëse na dëgjon. Përshëndetje Sara, dhe është kënaqësi për mua domethënë që të jem pranë jush për këtë tematika shumë interesante që nuk keni fajt dhe ju, domethënë po na çorodisin me këtë inteligjencën artificiale, domethënë se po e bëjmë edhe çik në trajt batute, domethënë që mos bëhemi dhe shumë bezdishëm për audiencë, këtej na hynë edhe këtej na dalin dhe neve, domethënë që jemi të teknologjisë, me këto robotët që po krijohen, me këto pajisjet, me këto software-et, po na çudisin sinqerisht. Unë çdo ditë që zgjohem mëngjes shikoj lajme ndryshme, një herë Elon Musk, një herë Bill Gates, një herë Jeff Bezos etj. Ka hequr goxha mirë domethënë.